Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, zgjedhjet mbaruan, rezultatet janë drejt finishit, por jo gara brenda sojit. Këtë e konfirmon ajo që ndodh në Parkun Olimpik, ku numërohet nga çasti në çast votat e fundit të diasporës për të gjitha qarqet. Deri në këtë momente duket që përballja kryesore është mes Olta Xhaçkës dhe Blerina Gjylametit, të cilat duket se e kanë shëshuar ndoshta edhe këtë gjë. Direkt nga Parku Olimpik bashkohet me ne Anesti Bajramemaj, kënaqësi Anesti që bashkohesh për të disatën herë në studio, ndërkohë që për sa ndodh në Partinë Socialiste, Fiorella Beleshi di më mirë gjërat. Faleminderit Fiorella që je këtu. Nesti. Kush e merr mandatin përfundimisht? Përse përket dyshës, dy grave që luftojnë për një vend në duhet parë pasi ka ende shumë vota për të numëruar, por duhet themi që përse përket zonjës Xhaçka ka bërë shumë fushat si brenda dhe jashtë, dhe ndoshta Blerina Gjylameti është fokusuar më shumë në Tiranë për të marrë votat e mbështetësve të Partisë Socialiste, por nuk dihet, pasi duhet themi që nëse do ketë pa ndonjë rregullsi, pasi gjatë numërimit të votave në Tiranë është bërë shumë, jo vetëm në rastin e dy deputetëve aktualisht, të cilat janë edhe deputete, por nga ana tjetër kandidatëve të tjerë, të cilat votat e partisë, kur zgjedhësi ka shkuar i ka dhënë votën vetëm partisë, është numëruar dhe edhe për kandidatin, pavarësisht se ishte shënuar vetëm partia pas zgjedhur një kandidat, dhe për shkak se numëruesi ka qenë i zonës ku një deputet i caktuar apo një kandidat politik i caktuar e kanë vendosur dhe e kanë numëruar në të njëjtën linjë, ose të paktën në zarfin që janë mbledhur gjithë së bashku përsa i përket kandidatëve. Dhe nëse do ketë një rinumërim të fletave të votimit apo të kutive, nëse do kërkojnë vetë socialistët për shkak të luftës brenda llojit, mund të dalë edhe ndryshime përsa i përket edhe rënditjes. Por është një luftë e fortë dhe kam përshtypjen se do ju bëjë mirë të dy zonjave, të cilat fillimisht për zonjën Xhaçka u mendua që nuk do ishte as kandidate për deputet, ishte një surprizë, tek njësia 2 ku ka qenë e atashuar zonja Xhaçka për të marrë votat, struktura pakën sipas burimeve dhe të gjithë njerëzve mbështetësve u ka thënë që unë jam projektuar për deputete dhe unë kam gjithë besimin e kryeministit Rama për të qenë pjesë e parlamentit, çka do të thotë që edhe për votat e migrantëve shqiptar, nëse do të ketë ndonjë ndryshim, por nga ana tjetër duhet të themi që Blerina Gjylameti është një nga deputetet për të cilat ka patur më shumë zënë në parlament, ka qenë më aktive përsa i përket mbrojtjes të gjitha nismave të Partisë Socialiste, të cilat kanë të bëjnë sidomos në fushën e ekonomisë edhe për pjesën politike. Është një socialiste e cila e ka treguar veten edhe në betejat elektorale, pasi edhe pse për shumë vitesh në këtë forcë politike nuk ka provuar asnjë post ministror, ndërkohë zonja Xhaçka ka provuar të gjitha. Është një nga ministrat më afatgjatë të Partisë Socialiste, ka provuar ministrinë e mbrojtjes, ka provuar ministrinë e jashtme, dy ministri të rëndësishme, duhet themi. Por duhet parë se do shpërblet puna, apo do shpërblet sësa aktiv ke qenë në Partinë Socialiste. Megjithatë, pak ditë më herët ka dashur të analizoj atë që po ndodh brenda Partisë Socialiste, duke anatemuar dhe disa emra që ndodheshin në listën e kandidatëve, të panjohur për partinë, por të mirë votuar, çfarë rezultoi në finale. Ka një luftë brenda për ata që do dalin dhe ata që do mbeten jashtë? Ky sistem zgjedhor dhe listat e hapura i kanë dërguar më shumë vota Edi Ramës tek Partia Socialiste për shkak se kanë shkuar disa vota të cilat ai nuk do t'i kishte, siç e përmendet ju pak më parë në intervistën që kishin vota nga LSI-a, vota nga LSI-a, vota nga opozita apo edhe elementë të tjerë. Apo edhe ndoshta edhe elementë të cilët nëse një qytetar nuk do votonte as Partinë Socialiste as Partinë Demokratike, ka votuar një kandidat për të cilën mund të kishte misi, mund të kishte të afërm dhe për këtë arsye kanë shkuar më shumë vota. Por strukturat janë dëmtuar. Të paktën nga të gjitha burimet dhe kontaktet janë dëmtuar strukturat, sidomos në zonat ku ka pas shumë kandidat nga njëjta forcë politike, në këtë rast Partia Socialiste, ku 3 apo 2 apo 4 kandidat kanë përqarë strukturën për të kërkuar votën dhe për dalë ata fitimtar nga kjo. Nga ana tjetër duhet themi një element i rëndësishëm ose një element që mund të bëjë diferencën. Blendi Gonxha sot është më i votuari nga Partia Socialiste. Jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë, deri më tani pasi nuk janë hapur ende votat e Elbasanit për diasporën. Se ndoshta votohet dhe atje. Mund të ketë edhe vota në diasporë, por të paktën deri më tani është Blendi Gonxha. Blendi Gonxha tek njësia numër 1 që është në Shkozë, kishte marrë shumë pak vota. Pasi njësia një në Shkozë ishte ministri i brendshëm përgjithësi elektorale. Çka do të thotë që ata njerëzit që kanë... A ka pasur një luftë edhe mes atyre të dyve kush deli pari? Fakti që ato nuk kanë marrë vota tek njësitë të tyre tregon që ka pas një lloj marrëveshje që mos ndryhet tek zona ime, por shkoje merr tek zonat e tjera ku nuk
kanë qenë ndoshta nuk kanë patur dhe të njëjtin pushtet për sa i përket pushtet politik, por nga ana tjetër kanë pasur pushtet për sa i përket infrastrukturës. Në njësinë 1 zoti Gonxha kishte marrë diku te 200 ca vota, shumë pak krahasuar kur vetëm në Vor mori sa Partia Demokratike e gjitha rreth 4800 vota mori i pari që doli duke treguar dhe renditjen.